Me rast të ditës ndërkombëtare të diabetit, shoqata Tip 1 Omël mblodhi së bashku persona të çdo moshe që jetojnë me diabet. Në këtë event sensibilizues u diskutua për sfidat e përditshme, rëndësinë e edukimit dhe mbështetjen që u nevojitet pacientëve, veçanërisht fëmijëve. Pointa e këtij eventi është me u bashku krejt, edhe po më duket që çaj qëllim u arrit, të ju pa krejt juve, se kom prit mas pari që këni marrë që ka që shumë që kom u bo një grup që ka që i madhe njerëzve. Unë e kom fillu organizatën para një vite, edhe ndryshimin që e kom pa për një vet, është diçka që po më motivon me vazhdu me punu çdo ditë. Ky instalacion ka ti për shumë kuptim, jo veç për mu, për krejt neve, se këto në krejt pajisje nuk janë veç të mjatë, janë pajisje që i kom bledh për plët personave me diabet tip 1 dhe se cila pajisje e ka historinë e vetë, për shambull në nashta me njonin për shtyne lapsave e kom marrë, e kom kry shkollën e mesme, me njonin e kom kry fakultetit, do me thonë këtë kanë historinë veti se cili laps, se cili sënzash, se cila gjytpon. Në mesin e të pranishmëve, ishte edhe drejtori i shëndetësisë së komunës të Prishtinës, i cili theksoi angazhimin e institucionit për të përmirësuar qasjen në trajtim dhe shërbime shëndetësore për këtë kategori. Ky komunitet na ka qetë syt neve personelit shëndetësor që me kushtu rëndësi edhe këtij komuniteti dhe ne mundu që gjatë kësaj periudhe me ndihmu, me kontribu dhe besoj që kemi arrit me siguru një hapësirë. Edhe atë ka pas dilema kur kemi zdu komunë dhe kemi siguru në veni ku janë të rritë. Pra që se këta të rije kanë vendi ku shkojnë pallatën e njësë, ku shumë kejtë të rritë tjerë. Edhe besoj që kjo të regon domon që një zë i vetëm ka njerë mund tjetë shumë i fuqishëm dhe ka rritë që këtë komunitet sot me qitë pashë sa njerëzit jemë. Këta na kemi obligim të këti komuniteti që edhe këta janë domon të fëmijë sikur këtë fëmijë tjerë, por shteti do me bo ato që këta me ndi të barabartë me tjetë dhe besoj që domon veç ja kemi arrit. Atmosfera u mbush me emocione, sidomos kur një fëmijë i vogël me diabet ndohu përvojën e tij. Se ki diabet, që shto e kom vrejt edhe unë i dhe isha babit mu qyshi jam ka thonë, babim ka thonë mu kur e bojnaj sirop ose s'pedi që shme thonë. Kujtohet, për diçka për me ek diabet, kur e qesin që kom ma pli. Edhe unë i kom thonë gjyshit tem, unë nuk kom qef me pos me diabet, se unë s'kom qef gjithë, ose para se me hongër, ose mas me hongër, me lëshu. Edhe gjithë kur du me lysi për qapë futbol ose najsen, gjithë dikush do të me ma e këpumpën, se në vetë s'ma lafër s'di, për veç dëra me me dëherë të përdu. Edhe diabetes e i vëtim, i diabet sensor. Diabeti nuk të ndalon në jetë, a i thjesht të mëson të ecësh më i fortë dhe më i vetëdijshëm. Unë me diabet jam që 4 vite, u diagnostikova me moshën 10. Jeta me diabet ka batica dhe zbatica. Normal që është zërë, po kejt mujna me kalu, se është sfit për zotit, nuk kejna të të qysh me hekë. Në fillim mos u totni. Gjithë thujnë që diabeti është sfida zotnive edhe zonjave. Eventet e tilla synojnë të forcojnë komunitetin, të rrisin tërgjegjësimin dhe të japin mesazhin se bashk mbështetja është më e madhe.